Në një lagj të qetë ku rrugicat mbajnë ende aromën e fëmijërisë, Gentiana Beqiri rritet me ngjyra dhe dritën që sot janë bërë pjesë e jetës së saj. Për mua është vetë jeta arti, edhe besoj që përmes artit unë jap, sepse arti është në vetvete është i heshtur, por besoj që jap një shembull, një frymëzim edhe për rinin. Fëmijëria ime ka qenë si gjithë fëmijët e tjerë, kam qenë një fëmijë shumë i mbar, i dëgjuar, edhe që në klasën e 5, mos gaboj, kam filluar që të ushtrohem me piktura. Ka qenë profesori i visatimit që më dha një frymëzim që unë kisha përparësi në pikturë dhe që piktura do jetë e ardhmja ime. Dhe atë ëndër po e ndjek edhe sot e në vazhdim. Në çdo të lajo, ajo rrëfen historinë e një vajze, nënë dhe artiste nga komuniteti egjiptian, që ka sfiduar paragjykimet për të ndërtuar botën e saj me dashuri e durim. Në duart e saj, arti nuk është vetëm pasion, për një gjuhë që flet për lirinë, për forcë dhe për ëndrat që nuk ndalen në prag. Ka qenë e vështirësi sepse ne e kemi pak atë mentalitetin, jo është vajzë, nuk duhet të shkoj në shkollë. Mentaliteti i vajzave si gjithmonë, që vajzat gjithmonë paragjykohen, por unë ja kam dalë duke luftuar, domethënë gjithmonë që unë doja dalë, i jepja kurajo vetës, sepse e kisha dhe ëndër dhe pasion, doja që këtë ëndër ta bëj realitet dhe besoj sot jam aty ku duhet, po shkollohem në universitet për të marrë një emër më të mirë për të ardhmen time, dhe pse jo edhe njerëzit ta shohin se çfarë mund të bëj, sepse gjithmonë më thonin jo ti nuk mundesh, por unë doja dal një ditë, më besoni. Në çdo pikturë, Gentiana gjen mënyrën për të treguar se forca lind edhe aty ku sfida ka qenë më e madhe, një frymëzim për vajzat që guxojnë të ëndërrojnë ndryshe. Pengesa më e madhe ka qenë kur unë konkurova në Akademinë e Arteve në 2015 dhe humba për shkak se unë nuk isha kaq e informuar, kaq e stërvitur për atë pjesë. Dhe ishte një dështim shumë i madh për mua, e kam përjetuar shumë keq, por unë i thash kurajo vetës që unë doja dalë një ditë, edhe kam me forcat e mia pa bërë as edhe një kurs, as një gjë private që unë të isha aty ku duhet, domethënë. Edhe me forcat e mia kam ushtruar 3 vite rresht, edhe si të them, shkova prapë në Akademinë e Arteve, konkurova përsëri edhe atëherë e fitova dhe kështu që sepse dihet Akademia e Arteve është me konkurs, ai që është më i miri do fitoj. Më motivon e ardhmja që të tregoj edhe për komunitetin tim se ne mund t'ja dalim, edhe që ëndrat duhet të realizohen, ato ëndrat që i keni të paktën të luftoni për ato, sepse nuk është asnjë gjë e pamundur.